Temperaturat e ka nisë me ro edhe ja ka nisë me bo ka gjatë si ftëft. Po, kjo do me thonë që është koha për aventurë. E aventurat i gjojna në vendet që janë pak më të nolta se so këto qytetet e tona, kështu që ja kena mësuj Deçanit edhe bjeshkës të modhe për me po se çka na ofron kjo në këtë fillim dimri në vendin tonë. Arrisëm. Kësa është i nëmën Deçan, kena mu taku me djemë të Marjashet edhe kena me shku që atje. Bjeshka modhe për nga pretë sëtë, kështë që dhëtë me i morë djemë të Deçanit edhe me nga të regu rrugën edhe me nga qu në vendin e duhur. Shkojmë brenda qendrës rinore. Erdhëm tek qendra rinore këtu në Deçan. Kështu nëso aktivitetet zhvillohen në Deçanin turistik. Do thonë vendin ideal për çfarë do lloj aventure që t'ja merr mendja e keni çto. Për dallim prej bjeshkëve tjera ku është bukur edhe ka pamje të mirë, ka njerëz të mirë. Në Deçan përveç që janë këtu ka edhe plot aktivitete. Domethënë përveç që ka plot persona që shkojnë edhe shijojnë bjeshkën ashtu që na mësuar me i po në për shumicën e bjeshkëve në Kosovë, në Deçan aktivitetet janë shumë a shumë të numër. Sot djemt prej Marjashit janë të përgatit bicikletat edhe po duket që ka me konë kohë gjani farë dite me plot aktivitete edhe me të kënaqur shpirti qatë nalë. Berta u tek me po video me Leon. Okej, Leo po shkon në bjeshkë krejt bukur atje, okej, po nuk të pedin që bukurin kryesore e ka me vete. E vërtet është. Ama në shumë, që bukuria. Qëta është e nanisë për mbjeshk, me një super atmosferë që veç qëta djemë të mropa din me e bo, edhe po besoj që e njëjtë atmosferë kam e nga për cilë gjatë krejt rrugës, edhe kemi më mundu me so ma shumë me cilë këtë atmosferë të kjo. Mbretëm në bjeshkën e modhe, mas një rrugë të jashtëzakonshme edhe një atmosferë të jashtëzakonshme që veç këta djemë të kësa janë e din me e bo. A ju kujtohet një kongë që ka pos Ledria, Buta, cilë e ka pos një mbire? Buta me Ledri. Buta, dytë bashkë. Hajde? Që? Ke prisht, dhe këtë pomje, së shijet. Që kë kameroni, s'po kryet, hajde ollu, po që të bëni një stand-up ta shumë që të pomje. Në kena më rritë teksonet në bjeshkën e modhe, edhe përsëri atmosfera është veç të shku, halo manal të manal, edhe që ta është mas një pauzë shkurt, e shohim se qka do bojmë e se qka do ndodhë. Njëherë për njëherë, kështë një pomje.
derisa poshtë në Ndeqane, në përgjithësi në këtë Kosovën, sa temperaturat ko gjatë ftofta në kur erdhën bjeshk, u dasht me hek jaklet e trasha. Në zbashku me Genin, një koqirin e kësajone që çdo herë na pret do gen falënderit që spritoni kur fillimisht me na ofru ndihmë staret që vinë në bjesh Ndeqane. Faleminderit për juve, mirë se jeni ardhur. Bjeshkën e madhe, bjeshka e Ndeqanit, Thirrët edhe Carabrekit. Tu jemi te stanishta e bjeshkë Carabrekit. Interesant është që sa herë vim Ndeqan, keni ku me na çunë në një vend të ri që si na konë më herë. Kem bjeshk shumë, Ndeqani njihet për bjeshk që i ka Fantastike. I ka fantastike dhe kem pjesa në hapësira më e madhe e Ndeqanit është në bjeshk. Sigurisht mandej edhe jeta e qytetarëve në përgjithësi është e lidhur Po, është e lidhur me bjeshkën shumë. Ka kena me shku set, ka keni me na çu përveç bjeshkës madhe ku edhe tjera. Kemë shku, jemi ardhur në bjeshkën e madhe. Dojmë eksploru pak me juve, se ne e kem të eksploru, po dojmë eksploru pak me juve. Dojmë shku te kroni i Erinës, që është 90% furnizohen pe ati kroni stanit me ujë. Masanaj dojmë shku te Kershat e Kurvallës, edhe dojmë me këshyr pistën e skimit që si vjet dojmë i majt garën e skimit në bjeshk të madhe. Dojmë i majt, se zakonisht e ke majt e në bjeshk Belegit, po si vjet dojmë i majt edhe në bjeshk të madhe edhe në bjeshk Belegit, edhe me shiku terenin e Me u zgjeru, do me thonë pistat e skimit, do me hala ma shumë. Se nuk e kem veç i bjeshk, po kem bjeshk shumë. Ka vesh sa dush, për mu shfrytzu në gjitha stint të vitit. Shfrytzu në tana stint këtu, verës dalin me familje. Po. Momentalisht s'ka borë, Ja. po do me thonë, në momentin që bjen borë gjen derisa shkojnë këton, në alësi apo flasim e borës. Këtu vjet me 8 mars jemi kont, ka qenë për mi 1 metër e gjysë borë. Jemi kont me do skiatar, eksperta për mi këqyr borën, dhe kur është kualitative për skim. Po. Do me thonë me 8 mars jemi kont në vjet, ka qenë borë kualitative për skim, për Në kohën kur poshtë veç fillon pranvera, këto është mbi 1 metër. Dej në fund të majit, këtu e manë borën. I ka sa kanë shmenja. Sikur plot informacione tjera që mundna me mësu përgjatë ditës, përgjatë këtij materiale për bjeshk të Ndeqanit. Përballë pishini pamjen si është, ajo atje është bjeshka e Strelcit, ajo atje është pleqja e Isniqit, Bellaja është kjo këtu ko poshtë. Ka cilësh ka një bjeshk? Po, do me thonë ka pamjen 360 shkallë. Ka të këthej shkryt, ki që ka me bërë. Ki pamja. A është gjithë që kjo atmosferë? Gjithë. Gjithë që shë? Gjithë harmoni, gjithë buzëqeshje? Ja, buzëqeshje. Tu vjen njëri mu relaksu, nuk vjen mu bo nervoz. Po, sigurisht. Po për tjellim edhe pak atmosferën edhe më ndek qyrim dhe që ka në Servandita në bjeshk të Ndeqanit. Mase këna hongër pak bok, shëtën tradita në Ndeqan nuk të nëshojnë pa hongër diqka. Tash po bëhemi gati me lëviz prej kësajone dhe me shku me eksploruar të që shta dhe geni pamje e bjeshk tjera të kësajone. Qëndroni me ne. Jam zbashku me Valmirin, e i kej profët. Përshëndetje. Valmir që shpërkallet? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Po besoj se çdo herë tjetër në bjeshk. Jo, gjithmonë jetën në bjeshk, dihet se Ndeqani ka shumë bjeshk, edhe normal jo gjithë herën jenë jetën në bjeshk. Po, sot jemi këtu në bjeshk e Ndeqanit, saktësisht bjeshka e madhe, që përfshin Ndeqanin edhe Carabrekun, një pjesë shumë e mirë, e cila ka potenciale si për hiking, si për skim edhe shumë aktivitete tjera. Që tash për shtash ti nuk ka borë, më tregut që më herët ka pas, momentalisht është tek, po sigurisht që ka me ardhur. Apet? Po. Kom një që një të i bodo përgatitje, e se për çka të të ngalltutit? Po, pra, përgatitjet kanë fillu tash e 1 muaj ose edhe ma shumë, me një ekip fantastike që e kemi këtu.
Këtu ku jemi është fillimi i pistës së skimit e cilën po shpresojmë që gjatë kësaj sezone dimrit ka mu konë, edhe do të vazhdoj deri në majën e madhe. Maja e madhe nuk po shihet prej këtu, është me një nalësi prej 2305 metra, ndërsa këtu jemi 1600 metra, pra afërsisht 700 metra disnivel, për cilin besoj që se cili skiator qoftë amater apo profesional ka mu qenë i kënaqur. Çka përfshihet në këtë pistë, ka i bjen, ka shkon, çka kanë mundësi me po ata që skijojnë këto? Po, për fat keq nuk jemi tash në maje edhe me tregu domethënë saktësisht se sa bukur është kjo pjesë, po natyrisht që kemi me pas shumë edhe për amatera, pra kemi me pas edhe për skiator profesionista, cilë bojnë freeride apo ski touring, po natyrisht edhe për ata që dëshirojnë me mësu skimin, ka pjesë të mjaftueshme, pjesë pak më të lehta për skim. Pra pista ka me fillu prej këtu e do të shkoj për gjatë kësaj kodrine edhe besoj që ka mu konë diçka fantastike. Gjithashtu, bashkëpunim me 2 klube skitare, Deçanit dhe Shoqatën Marjashi, kemi përgatitur edhe shkollën e skimit me instruktor normal të licencum edhe besoj që ka mu konë fantastike. Kush mund të marrë dhe mësu në pistë, në shkollën e skimit? Në shkollën e skimit, gjithë ata që kanë dëshirë edhe janë pasionant natyrës edhe të skimit borës, pa tjetër janë të mirë se ardhën edhe besoj që ka mjavlejt. Prej cilës mosh mund me ardhë dhe ka mundësi marrë prej krejt Kosovës? Prej krejt Kosovës, por edhe ma gjërë besoj, prej moshave, prej ndoshta 10 vjetë, ndoshta dikush edhe ma heret edhe deri te ata që janë ma të më shumë pse jo. Kjo bjesh ka potencialet mdhaja edhe për zhvillimin e skimit, por edhe sporteve tjera, kështu që besoj që ka më qenë diçka shumë e mirë. A më e fjallin që kemi mësu me skiu? Koft kismet. Faleminderit. Do më thonë vina dimnit. Hajde edhe ma shumë! Ja, ma kështu që atë bicikl. Vina dimnit edhe mësohë me skiu në Deçan. Ta shumë me mikun tam, të ka më të shumë, me Ermolin, gjdo herë, ai tipi që jep energji krejt grupit. Nashta. Jo, nuk është pa nashta. Ermoli është dhe ai që e dhejz krejt grupin, krejt ekipin edhe që sjell harmoni. Ermol, ajo jep bjesh kaq të energjia keni ju vetë? Na jep edhe ti që vjen me na animu, me na promovu. Respekt. Kështu që me dorë. s'ka gojnë. Sa na keni zonë pa përgatit, je marrë me buni në lëshim. Do të provojmë bicikleta. Do me bo downhill. Është në herët e para, jam ka i përgatitin do guida, që dojmë shtu si disiplinë në pjesë të grupit. Pse nashta disiplina e bicikleta unë nuk lidhet shumë me temën e bjeshkatarisë që bojmë na tradicionale, po mendoj hikingit ose nxitjes, po dojmë provu një sen të ri. Skia po, bicikleta po, ecje po, nxitje po, fjetje po, çka tjetër? Dhe që to kem arrit, po mendoj e kem bu në farë niveli thuja profesional. Përveç që keni arrit edhe e keni bo edhe shumë shpejt. Kjo kallëzën një profesionalizëm tepër të fortë edhe një dëshirë shumë të madhe t'ju jenë për me promovu. Vetë puna ku është shoqat kallëzën se kjo punë nuk është individuale, vetë kjo është punë grupore, edhe mundu mi marrë prej krejt sfera ndryshme, njerëz që merren me çet punë që dojnë, çet punë që e bojnë me zemër, që e bojnë për një me. Jo që e bojnë për një arsye për veç për çep, po që e dojnë ashtu e nin veten e vet. Sigurisht se pa ani edhe është pak e munimshme ndoshta për dikon me ardhur deri këtu. Sigur kolege që po hek keq. Po hekin, si kena mësu. E përmendë që një të përgajt guida, do me thonë kjo që në të ardhmen, pjesa e bicikletave ka me konë e pandashme me bjeshtë të Deçanit. Po tash automatikisht në qëtë pjesë jam të njona për stage që është e Via Dinarikës, që niset prej Deçanit që e lidh komplet, këtë pjesë që lidh me Zraviz, do me thonë Via Dinarikë ka një shteg në shtiqet më të reja, në më të mirët, ka bunë në më të famshmet. Po njëjtën kohë mundë më lidhë të pjesa e Peaks of the Balkans, që është kërkes për tur operatorëve shumë të që me pas guida jo veç në bjeshkatarin hiking, për me pas edhe në bicikleta. Pse jo me bo Peaks në bicikleta ose Via Dinarikën për shumë. Po edhe atrakcion për neve normal. Unë e sorë vitë Deçanit sigurisht përveç që knoqë në shumë, së edhe shumë stane të reja, edhe po më vjen mirë që në të ardhme në afert, ko me orë edhe me shëtit me bicikleta me juve në Besoj që po, jem të orë në qatë jem. Mos ka në vlonë në fatika të vorë edhe me fermerka, nga bimi jemi, po shnësh. Hera tjera, vina ma të fermerka. Faleminderit shumë. Normal, faleminderit, kalëci. Hajde këshirëm. A, jemi lirë tash. Qarkulloj. Qarkulloj.
edhe pse ju të përgatit sa duhet me rroba dhe këpucë, kur t'i ki ofër disa djemë kaq fuqishëm si këta të Deçanit, ja detri me e shiju se cilën pjesë të bjeshkes së madhe. Momentalisht jemi tek Kërshat e Kurvallës, një prej vendeve më fantastike për më pa. Në njërën anë, respektivisht brapa meje, momentalisht është Gjeravica, moja më e lartë në Kosovë, ndërsa nëse kthehemi në krahun tjetër, atëherë shohim thuajse gjithë rrafshin e Kosovës. Edhe pse sot ju një pamje e qartë pas parasysh mjekullën gjatë ditës, po sigurisht që në një ditë të kthjellet pamja prej këtu në të gjitha anët është fantastike. Me diellin që po prandon prapa Gjeravicës, ne po mbyllim ditën në bjeshkët e Deçanit me shpresën e madhe, e dëshirën po ashtu, me u kthy sërish edhe me vizitu secilin hap të shtigjeve përgjatë kësaj bjeshke. Kaq nga Deçani për këtë radhë, shihemi hera tjera.